A është situatë alarmante për industrinë e turizmit? Nëse vijohet në këto ritme? Situatë alarmante është, sepse nëse tregjet ishin të formuar, pra me destinacione apo vende që gjeneronin turistë, duke u futur një faktor, bëhet që kjo situatë të jetë e pasigurt për vendime. Pra nëse kishin planifikuar dhe do të planifikosh për të udhëtuar drejt Turqisë, vetëm nëse kjo situatë sigurohet që Turqia nuk përfshihet në këtë luftë, pra nëse konflikti nuk përshkallëzohet dhe ashtu siç po flitet ditët e fundit ky konflikt shkon drejt zgjidhjes, ne besojmë se do të rregullohet situata, rezervimet do të rifillojnë, ndoshta me ritëm shumë më të madh. Gjithnjë nëse situata mbyllet shumë shpejt. Por për sa kohë kjo situatë është e paqartë, nuk mund të parashikojmë se si mund të shkojë, si mund të shkojnë ngjarjet dhe si të shkojë dhe situata në turizëm. Ne do të donim që kjo të përfundonte me qëllim që puna të rifillonte normalisht. Dhe nëse e shohim ndoshta ose nëse e shohim në një kënd vështrim tjetër, që do të thotë janë anulluar këto rezervime në këto vende, a mund të ishte një përfitim për vendin tonë që do të thotë qytetarët shqiptarë do i kalojnë pushimet në Shqipëri? Apo nuk mund ta shohim në këtë këndvështrim? Tu nuk bëhet fjalë që qytetarët shqiptarë nuk do të gjenë më vende për të shkuar në përpushime, apo sepse gjithnjë nëse situata qëndron kështu si është, duke u izoluar lufta në atë rajon, natyrshëm që edhe Turqia dhe Greqia do të presin turistë në atë masë që presin, edhe Spanja, apo Franca, apo Italia do të presin turistë, dhe nëse ne do ta shikonim në një farmase që